çat pëlqen ki mashkull. Thash fizikisht. Tha syri dhe gryka, në rregull. Thash, po kështu, tha po tha se nuk është veç bukuria, tha janë parimet, tha të ditë sillet me ty, tha të jetë familjar, tha e gjitha të revëri tani. Okej, rregull thash. Çat ka pëlqyer unë thash para 4 vjetësh. Se thash vetëm çat pëlqen ke mua, jo po s'ka pëlqyer për ty. Rregull thash, çat pëlqen ke unë para 4 vjetësh. Jo, ngeli pastaj tha mënyra si flise, mënyra si artikulohesh, mendimet që kishe për familjet, parimet e tua. Domethënë gjitha. E përgjigje ime ishte, ai që kam qenë unë ai jam, se s'kam ndryshu. Robi ka formuar karakterin deri me farmoshe. Ka qenë 20 vjeçë e reja burrës të 1 vjeçë. Po e di, po them shefi çik më ndryshe. Po them mendimet. Edhe ky se ndryshon. Po pra, po mendimet. E them mendimet dhe parimet. Nuk e kam thënë trosh. Po ke menduar për shembull se kjo është mes varet çfarë do më bën jeta ajo, kupton mund të jetë larg Shqipërisë, larg Kosovës, sido. Për të punë mohabetet që bë Birkena thotë më dhe Instagramin për burrin. Po të bësh mohabete. Po pra, kjo është ideja që nuk e din derisa ti je jashtë. Pavarësisht se unë i them, dhe ti nuk mund t'ja kërkosh atë gjë. Ore, unë kam bërë mohabetin, kam thënë rreth parë. Unë s'kam ajo ka, në rreth parë thash, ti nuk e mbyll thash. Po gënjen. Në rreth parë ti duhet më thanë unë s'ta kërkoj. Po i sekondër, po di unë çfarë them. I thash rreth parë thash, ti nuk e mbyll thash. Si mendoj unë? Po jo, se kam dhënë të kundërshtimit. Rreth parë ti nuk e mbyll thash, mos gënje. Në rreth të dytë thash, kushdo që të njeh ty, e di që ti e ke punë, ti e ke hyrë Big Brother, jo, po nëse un kam familje këtej ne un për atë do i mbyll të gjitha. O Birken thash, nuk i mbyll thash, mos rrej thash. Po ti çfarë mendon? Se ti thash pranaj kemi Big Brother thash. Nuk e ti Big Brother me Instagram nëse martohesh thash. Po. Po. Martohesh për shembull, qofse unë për shembull, nëse do isha bashkëshorti i Birkenës apo i personit tjetër publik, unë do ndaloja të bënte diçka për fjalë që mua do mbezdiste. Jo me Instagramin. Po, jo me.